në këtë edicion do të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vazhduar takimet me komunitetet jo shumicë për të formuar qeverinë e re. Ndërhyrjet e personave privat në rrugët e qytetit lën rrugët publike si mos më kaq. Në rrjetet sociale i qasshëm për të gjithë, po qarkullon aplikacioni ilegal që tregon vendodhjen e policëve. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vazhduar konsultimet me komunitetet jo shumicë për formimin e qeverisë së re. Ky proces ka nisur pas certifikimit të rezultatit të votimeve dhe fillimit të afateve kushtetuese drejt formimit të legjislaturës dhe qeverisë së re. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, njëherë kryetari i lëvizjes vetëvendosje, partia e cila i fitoi zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, ka nisur takimet me partitë politike të pakicave për të konsultuar rreth formimit të qeverisë së re të vendit. Kemi filluar me takime zyrtare me krerë të partive politike. Kryetaria e Partisë së Unionit Social-Demokrat Duda Balje, pas takimit që zhvilloi me kryeministrin Kurti, tha se janë në faza takimesh dhe kanë parashtruar disa kërkesa të komunitetit bosnjak. Sot na kemi pas takimin e parë dhe në fakt unë ndola para kryeministrit kërkesat që na si bosnjak kemi. Nuk kemi marrë asnjë konfirmim edhe nuk kemi jap asnjë konfirmim, domethënë është takimin e parë. Tash për tash domethënë jemi në fazë e bisedimave kur gjë më konkrete. Ndërsa kryetari i Partisë Rome të Bashkuar të Kosovës, Albert Kinolli, tha se ky takim ishte konstruktiv dhe se do të japin kontributin e tyre për formimin e qeverisë së re. Kemi pas takim me kryeministrin Kurti, një takim mund të them konstruktiv për të qenë pjesë e qeverisë së ardhshme. Ne si subjekt politik rom, si Partia Rome e Bashkuar Kosovës, tradicionalisht jemi munduar që të jemi sa më konstruktiv dhe kreativ dhe të japim kontributin tonë për formimin e qeverisë së institucionit të Republikës Kosovës. Takim me Kurtin ka zhvilluar edhe kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane Veton Berisha. Ai tha se kjo parti nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik. Ne në parim nuk kemi asnjë vit kuqe me askën. Në këtë rast as me kryeministrin Kurti, po me askën në Kosovë. Do të jemi në kuvend sepse jemi pjesë e kuvendit, ndërsa për pjesën tjetër të një vendimi qeveritar, sigurisht që na e presim një moment tjetër kur ka menduar, kur jemi të gatshëm. Në parim jemi të gatshëm me bashkëpunu, po sigurisht që kemi pas kërkesat tona që janë legjitime dhe janë të nevojshme me njerë. Ky proces ka nisur pas certifikimit të rezultatit të votimeve dhe fillimit të afateve kushtetuese drejt formimit të legjislaturës dhe qeverisë së re, teksa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka caktuar 15 prillin si datë për mbajtjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Ndërhyrjet e personave privat në rrugët e qytetit lën rrugët publike si mos më keq. Imazhet e siguruara nga ekipi ynë sot pasqyrojnë ndërhyrje në disa pjesë të qytetit, ku pas kryerjes së nevojave të tyre personat privat nuk kanë rikthyer rrugën në gjendjen e duhur. Jemi në rrugën Papa Klemeti, ku gjendja e rrugës ka mbetur e dëmtuar pas punimeve dhe ndërhyrjeve të një kompanie, dhe tani makinat detyrohen të kalojnë në trotuare, për fat të keq rruga nuk është rikthyer në gjendje që kishte më parë. Njëjtë qëndron situata edhe në rrugën Bujaroka. Kamera e syrit ka regjistruar sot gropa të mbushura me ujë, pllaka të shkatruara dhe infrastrukturë që rrezikon ecjen e kalimtarëve. Kjo situatë po avështërson lëvizjen e këmbësorëve dhe drejtuesve të mjeteve, duke krijuar rrezik të vazhdueshëm për qytetarët. Për problemet të ndodhura të kësaj natyre edhe në rrugët tjera të qytetit, kemi kontaktuar drejtorinë për punë inspektuese në Gjakov, për të kuptuar nëse janë marrë masa ndaj kompanive që kryen punimet e nevojshme dhe të njëjtat pastaj nuk i rikthejnë rrugët në gjendjen e mëparshme. Në një përgjigje me shkrim, Hysni Muhatri, drejtor, thotë se
Ankesat i kam adresu të inspektorët. Inspektorët janë dalë në teren me pa gjendjen dhe konform kompetencave, dispozitave ligjore dhe rregulloreve në fuqi, do t'i marrin veprimet e duhura. Disa shtylla elektrike në fshatin Dol janë bërë shqetësim për banorët e zonës. Palush Nikolla, kryetari i fshatit, pohon se situata mund të bëhet edhe më keq nëse nuk ndërmiren hapa për sanimin e kësaj problematike. Gjendja e shtyllave elektrike në fshatin Dol është alarmante. Të vjetëruara e të dëmtuara përbëjnë rrezik serioz për banorët, kështu bëri të ditur kryetari i Këshillit Lokal Palush Nikolla. Situata me rrymë është shumë problematike. Ne kemi bërë shumë kërkesa, kjetit, në Gjakova dhe në Prishtinë, i kemi dërguar me fotografi. Ashtë një situatë që po thuhet i qyshën 72 në cili nuk është të investu. Ashtë investu pjesë. Diku një shtyllë betone, diku një shtyllë drune, diku një shtyllë aty këtu. Shka i përket kësaj pjesa shumë alarmante, si doli, kusare, pitashani, raqa një pjesë, do më thonë kjo ka mbet e pa investu. Çdo shi që të bjen, ka ndërpremje. Çdo frymë që të bjen, ka ndërpremje. Do më thonë rrezikshmëria shumë e madhe. Në pramje bjen tensioni qaq poshtë se nuk ja vlen, do më thonë të rrezësh një dritë apo një gjatë tjetër, sepse nuk e qenë as televizion, nuk e qenë as fotografiat, as kur gjasenet elementare që kanë familjet tona. Shqetësimin e ka shprehur edhe Dodo Dëlleshi. Ai thotë se banorët ndihen gjithnjë e më shumë të rrezikuar për shkak të kësaj situate, sidomos tashme kur telat janë dëmtuar, duke shkaktuar edhe dëme të tjera. Fshatin Dol, gjenja e rrymës është katastrofë. Pse më thonë katastrofë, bili sidomos e tensionit ullët është katastrofë. Pse? Shtyllat janë një pjesë e madhe, dëmtume, besen edhe të putme. Shpesh herë i kemi ngjit, vetë kemi dalë, i kemi lidh. Ka është se këputet telat, do më thonë këputen telat, përpjekën telat bashkë, gjitha pajiset atje në u djegën, kur kush nuk merr përgjegjësi. Kemi bën kërkesa këtu në Gjakova, po Gjakova nuk ka fajllo, ka faj Prishtina, atje japin urdhën. Leshi gjithashtu nuk e ka të përjashtuar edhe mundësinë e protestës për këtë problematik. Që s'na bin mas, nuk e di vish me organizu fare protesta apo diçka tjetër, se nuk e di çush shka më bëna. Qetër zgjedhje nuk dim çka më bën. Të gjendur në një situatë të tillë, banorët e fshatit kërkojnë ndërhyrje urgjente nga autoritetet për riparimin e shtyllave të dëmtuara dhe të sigurohet një furnizim i qëndrueshëm me energji elektrike. Banorët gjithashtu tregojnë se posedojnë një mori ankesash, drejtuar i institucioneve të cilat hasën në vesh të shurdhër. Një aplikacion viral i cili tregon vendodhjen e kontrolleve policore, kohëve të fundit por qarkullon në rrjetet të ndryshme sociale dhe i qasshëm për të gjithë. Nal Deda, eksperti i komunikacionit, thotë se aplikacioni është i kundërlidhshëm, por i njëjti edhe mund t'i ofrojë informacionin ngasësve që të jenë më të kujdesshëm. Aplikacionet online të cilat tregojnë vendodhjen e policisë në Kosovë janë bërë të shpeshta, mirë po këtë dukuri nuk e konsideron problem eksperti i komunikacionit Nal Deda. Ai thotë se këto aplikacione tashmë dijen dhe të njëjtat orientojnë ngasësit që të jenë më të kujdesshëm. Për fatin të mirin, ata që merren me njëri teknologjisë informative sigurisht se i bëjnë pranimin e informacionit të patrollave të policisë. Flasim për patrolla statike që i paraqet aplikacioni, derisa në programe të tilla fizike kemi për çdo ditë të patrollat statike, drejtuesit e automjeteve të japin informacionin me drita që e ki në patroll, pastaj ki edhe forma tjera të cilat të lajmërojnë drejtuesit e automjeteve njëri tjetrin në korrësi e madhe. Eksperti i komunikacionit Deda thotë se edhe shenja me dritë nga ana ngasësve në komunikacion rrugor është antiligjore, por ato shërbejnë për ngadalësimin e shpejtësisë. Ajo është antiligjore është edhe mi kallëzu edhe me drita se ku policia, antiligjore është edhe mi kallëzu përmes emisioneve që ku janë patrollat e policisë ose ku janë të stacionume, po në farforme në qoftë se shohim në aspektin e sigurisë, të luajnë rolin pozitiv. Dhe të edhe pse nuk është i përkufizuar me mënyrë ligjore, po luajnë rolin pozitiv, në mënyrë që edhe drejtuesit e automjeteve, aty ku drejtojnë automjetin ose në përpikat kritike që na i quajmë, edhe në qoftë se vendosin këto patrolla, atëherë sigurisht se
identifikohet sigurisht se s'do tjetë të aksidente. Deda gjithashtu thot se pavarësisht se kjo është një sfidë për policinë, prap zyrtarët policorë kanë edhe makinat inteligjente, dronët, por edhe pika tjera statike të policisë për të mbajtur në kontroll komunikacionin rrugor. Ekziston mënyra e identifikimit edhe me patrulla mobile, që na quajmë, pastaj përmes kamerave të ndryshme, edhe kamerë plus automjet mobil. Pra, i kanë dispozicion edhe 4-5 forma mobile, deri se ka edhe statikën që këta se kanë aplikacion muj në ta mobilin. Nuk është ajo kush e disa problem. Deda mes tjerës tha se shpejtësia vazhdon të shkaktoj aksidente me fatalitet në komunikacionin rrugor kudo. Qendra mjekësisë familjare në Cërmjan ofron një gamë të gjerë shërbimesh, të cilat çdo ditë pune janë në dispozicion të pacientëve nga disa fshatra përreth. Shefja qendrës, doktoresha Ardita Jetishi, thotë se mantelbardhët vazhdimisht bëjnë përpjekje që të gjithë shërbimet të ofrohen me përkushtim dhe profesionalizëm. Qendra mjekësisë familjare në Cërmjan vazhdon të ofrojë një gamë të gjerë shërbime shëndetësore për banorët të fshatrave Cërmjan, Kralan, Gregoc dhe jo vetëm. Shefja e kësaj qendre, doktoresha Ardita Jetishi, thotë se shërbimet janë të ndryshme. Shërbimet të cilat ofrohen në këtë qendër, së bashku me AMF, Doblibare, Bec, Jablanic dhe Kralan dhe Gregoc, ofrojmë shërbime nga më të ndryshme, duke filluar do thot vizitat mjekësore tek mjekët që punojnë do thot orarin paradite dhe pasdite. Doktoresha Jetishi gjithashtu tha se përveç vizitave te mjeku i përgjithshëm, pacientët mund të marrin edhe shërbime stomatologjike dhe disa analiza laboratorike. Pacientët mund të paraqiten në këtë qendër po ashtu për marrjen e terapive parenterale, injeksioneve, infuzioneve. Po ashtu në qendrën tonë funksionon edhe shërbimi stomatologjik, së bashku me stomatologën dhe teknikën e saj. Marrin shërbime nga më të ndryshme, do të thotë pastrimin e gurzve, mjekimin e kanaleve e të tjera. Tjetër kemi po ashtu edhe laboratorin biokimik, ku çdo paradite secili pacient vjen dhe do të thotë mund të bëj analizat të ndryshme, hemogramin, analizat për glikemin, lipidogram e të tjera. Po ashtu në qendrën tonë funksionon do të thotë kemi edhe motrën për vaksinim, ku bëhet vaksinimi i fëmijëve nga mosha të ndryshme. Në këtë gamë shërbimesh ka dhe lehtësira për disa pacientë, thotë doktoresha Jetishi. Nga pagesa do të thotë për këto shërbime që ofrohen nga qendra jonë, lirohen pacientët do të thotë që janë pensioner, që kanë smundje kronike, shtatzanat. Për gjithçka që ofrohet në këtë qendër shëndetësore janë të kënaqur pacientët. Njërin prej tyre që takuam sot derisa po merrte një shërbim shëndetësor, tha se sa herë kam nevojë marr shërbime këtu. Ky është një objekt i cili ofron shumë shërbime të ndryshme, së fundmi e kam kryer edhe obligimin tim si maturante për vaksinimin. Gjithashtu ky objekt ofron shumë shërbime të ndryshme si për analiza dhe për shumë gjëra të tjera. Është mbi gjitha shumë afër dhe na mundson neve që mi kryj shërbimet tona shumë më mirë dhe shumë më shpejt. Kushtet janë shumë të mira dhe jemi shumë të kënaqur me shërbimin e mjekëve. Stafi mjekësor në qendrën e mjekësisë familjare Cërmjan mbetet i përkushtuar për të siguruar kujdes cilësor dhe shërbime të vazhdueshme shëndetësore për të gjithë pacientët e zonës. Të gjithë pasionantët e leximit të nxënës të shkollës teknike Nexhmedin Ixha nga sot detutje ka në dispozicion edhe një hapësirë të re të leximit. Biblioteka aktualisht numëron rreth 300 tituj librash, por gjithmonë duke synuar që pasurimi me tituj të ri të jetë i vazhdueshëm. Një kënd në shkollën e mesme teknike Nexhmedin Ixha në Gjakov nga sot është shndruar në bibliotekë. Florentina Gjergjaj, drejtoreshë e shkollës, tha se ky kënd do t'ju shërbejë nxënësve për lexim si një mundësi e mirë edhe për pasionantët e leximit. Natyrisht kjo biblioteka është pasuruar edhe nga ana e mësimdhënësve, të gjithë bashkë kemi kontribuar në ngritjen e këtij këndi. Shpresoj dhe besoj që ky kënd do të shfrytëzohet në të mirë të nxënësve fillimisht, mirë po edhe të mësimdhënësve. Rëndësinë e librit besoj që nuk muj me gjetë fjalën e duhur për me përshkru, mirë po për neve është shumë i rëndësishëm, është kënd që i ka mungu shkollës sonë. I gëzuar për këtë ngjarje është edhe Angel Berisha, drejtor në bibliotekën Ibrahim Rëgova, i cili dhuroi 200 libra për shkollën.
Ne si bibliotek gëzohem kur hapet libri, kur shpërndahet, kur më rrin të lexuesi, natyrisht ka nxënësa dhe ka edhe profesorë që mund të olëmtojmë literaturë shkencore, mirë po gëzimi më i madh i bibliotekës është se të librit më rrin të lexuesi. Ashtu siç provojmë ta kryejmë në bibliotekë, kur të hapim librin në Azim edhe të jenë këtu. Ideja për këtë kënd leximi ishte e profesorit të gjuhës dhe letërsisë shqipe Dorim Lushaj, i cili tha se nxënësit në këtë shkollë janë lexues të rregullt. Së bashku me aktivin e gjuhës e morëm këtë iniciativë që të formojmë këndin e leximit, me qenë se ne më të vërtet kemi nxënës të shkëlqyeshëm dhe lexues të rregullt që din ta vlerësojnë dhe çmojnë librin, dhe me mbështetjen e bibliotekës së qytetit, po ashtu me mbështetjen e kolegëve, pra mësimdhënësve të Nexhmedinixha, formuam këtë kënd të bukur të leximit. Aktualisht kjo bibliotekë ka në dispozicion rreth 300 tituj librash, por gjithmonë duke synuar që të pasurohet edhe më shumë me tituj të ri. Një pajisje specializuar e vendosur në hapësirat e Bonevet Gjakova mundson monitorimin e ajrit në kohë reale. Ky matës është një hap i rëndësishëm për ndërgjegjësimin mbi cilësinë e ajrit dhe për të ndihmuar qytetarët të jenë më të informuar mbi ndotjen që mund të ndikojnë në shëndetin e tyre. Bonevet Gjakova ka instaluar një pajisje të specializuar për matjen e cilësisë së ajrit, e cila siguron të dhëna në kohë reale për ndotjen e ajrit në këtë zonë. Ky matës është një hap i rëndësishëm për ndërgjegjësimin mbi cilësinë e ajrit dhe për të ndihmuar qytetarët të jenë më të informuar mbi ndotjen që mund të ndikojnë në shëndetin e tyre, kështu bëri të ditur përgjegjësi për teknologji Laborim Çërmjani. Pajisja për cilësinë e ajrit është një pajisje e cila është licencuar për matjen e cilësisë të ajrit brenda dhe jashtë objekteve. Në Gjakova përdorin për shembull një matë cilësinë e ajrit që është në prapësinat e jashtme, mi tregu dhe qytetarëve për shembull që çysh është cilësia e ajrit brenda qytetit të Gjakovës. Kjo më tepër është për shembull si një vedisim, edhe mi ditë çysh ndodh domethënë ndotja e ambientit edhe ndotja e ajrit, edhe momentet që është dioksidi i karbonit më i lartë, kjo jep si një lloj alarmit. Kjo pajisje është e lidhur me një faqe zyrtare në internet, ku çdo qytetar mund të kyqet për të parë të dhënat e përdisuara mbi cilësinë e ajrit. Zakonisht çdo dhënë që del në prej pajisjes është automatikisht në faqe dhe mandej secili mund të kyqë është faqja Air Visual, ku tregon dhënat reale, për shembull çdo sekondë, çdo minutë, çysh është cilësia e ajrit. Sipas të dhënave të fundit, cilësia e ajrit në qytetin tonë është shumë e mirë. Aktualisht indeksi i cilësisë së ajrit është 6, çka tregon se ajri është i pastër, tha Çërmjani. Për momentin në qytetin tonë është cilësia e ajrit shumë i mirë, domethënë është niveli është prej 0 deri në 100, që është për momentin që tash është 6, që është cilësia shumë i pastër, edhe njerëz mund të shiu edhe hapësinën me dalë me hecë, me dalë me bicikla dhe një pas një ajt pastër. Çërmjani na shpjegoi edhe mënyrën se si qytetarët mund të kuptojnë kur ajri është i ndotur. Zakonisht shkojnë për shembull deri në 0 deri në 50 është cilësia shumë e mirë, 50 deri në 100 është cilësia që është mesatarisht, edhe për mbi 100 që janë vlerat është domethënë ajri i dëmshëm, ku përdoret ose një mbas ose një mburoj për domethënë mos mi thithë dioksid karboni. Sipas matjeve të deritanishme, ajri në këto zona ka rezultuar i pastër në shumicën e kohës. Megjithatë, vazhdimi i matjeve dhe analizave do të ndihmojë për të identifikuar periudhat me ndotje më të lartë dhe për të ndërmarrë masat të nevojshme për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Basketbolistët e vllazimit në ndeshjen e 27 të zhvilluar në kuadër të Superligës së Kosovës pësuan humbje ndaj Golden Eagle Yllit. Me këtë ndeshje vllazimi ka gjithsej 13 fitore dhe 14 humbje. Ndeshja 27 e vllazimit në Superligën e Kosovës në basketbol u mbyll me humbje. Mbrëm Kuqezint u mposhtën prej Golden Eagle Yllit me rezultat 86-63. Kjo përballje filloi me balancë në rezultat, duke vazhduar me shkëputje të vazhdueshëm të pikeve nga Suarekasit prej çerikut të parë deri në fund të ndeshjes. Më i miri nga Kuqezin ishte Walker me 21 pikë, ndërkaq Golden Eagle Ylli me më së shumti pikë ishte Nesbit me gjithsej 19.
Nga banka vllazimit pati mungesë të lojtarëve për shkak të lëndimeve. Azemi dhe Anderson pritet që të bashkohen në ndeshjet e ardhshme. Kjo është humbja e 14 e vllazimit në këtë ligë dhe një ndeshje larg play-offit. Vllaznimi është renditur i 6 në tabelë. Në fundjavë do të zhvillohet ndeshja e fundit e gjirave të rregullta ku vllaznimi do të pres Sigal Prishtinën. Ngulit për rezultatin final prej 86-63. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga mot i ndryshueshëm, me temperatura që kanë lëvizur nga 7 deri në 16 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 7 gradë deri në 13 gradë Celsius, karakterizuar nga mot i vranat e merreshje shiu. E shtuna do të karakterizohet nga mot i vranat e merrezje dielli, me temperatura që do variojnë nga 5 deri në 18 gradë Celsius. Të dielën pritet të mbizotrojë mot i vranat e merreshje të kopaskosh me shiu, me temperatura që do lëvizin nga -1 deri në 6 gradë Celsius. Mot i vranat e me diell pritet të mbizotrojë të hënën, me temperatura që do variojnë nga -2 deri në 9 gradë Celsius. Vranësira e rrezet të kopaskosh me dielli pritet të ketë të martën, shoqëruar me temperaturë minimale -1, ndërsa maksimalja pritet të jetë 11 gradë Celsius. 1 deri në 12 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti me diell e vranësira. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vazhduar takimet me komunitetet jo shumicë për të formuar qeverinë e re. Ndërhyrjet e personave privat në rrugët e qytetit lën rrugët publike si mos më kaq. Në rrjetet sociale i qasshëm për të gjithë, po qarkullon aplikacioni ilegal që tregon vendodhjen e policëve. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.